Mëngjesi së hënës në rajonin e Korçës ka sjellë shi të dendur dhe erë të fortë, ndërsa nuk kanë munguar edhe shkarkimet elektrike si dhe breshëri. Për shkak të shiut të dendur në qytetin e Korçës ka pasur edhe përmbytje të akseve rrugore për disa minuta, pasi pusetat nuk i kanë përballuar dot prurjet e menjëhershme të ujrave. Kjo situatë e paqëndrueshme e motit, sipas shërbimit meteorologjik ushtarak, do të vijojë gjatë gjithë ditës me alternime mesatare deri të dendura, të vranësirave si dhe të rreshjeve të shiut. Rajoni i Korçës gjatë ditës së sotme do të jetë në ndikimin e kushteve atmosferike të paqëndrueshme. Moti është me alternime vranësirash mesatare deri të dendura. Vranësirat do të pasen me rreshje shiu me intensitet mesatar e deri të lartë. Kjo kryesisht gjatë orëve të mbrëmjes deri në orët e para të mëngjesit. Për sa i përket fushës termike, vlera ditës e sotme nuk pritet të kalojë deri në 20 gradë Celsius. Sipas specialistës së parashikimit, të martën do të kemi ndërprerje të rreshjeve, por nuk do të mungojnë vranësirat, ndërsa pritet edhe një rritje lehtë e temperaturave. Gjatë ditës së nesërme do të kemi ndërprerje të rreshjeve. Nesër moti do të jetë me alternime vranësirash mesatare deri të dendura, po ashtu do të kemi edhe intervale të herpashershme kthjellimi. Era është me shpejtësi mesatare 1 deri në 6 metër për sekond, ndërsa në momentin e zhvillimit të vranësirave era fiton shpejtësi deri në 9 metër për sekond. Ndërsa nesër kemi një rritje të lehtë që vlerat pritet të arrijnë deri në 24 gradë Celsius. Shërbimi meteorologjik ushtarak bën të ditur se kjo situatë e motit ka bërë shkëputje nga stina e verës dhe se tashmë vjeshta ka ardhur.